Mirëmëngjes, sot do flasim për si lindi ai shqetësimi im I madh që Shqipëria, imobiliaret e Shqipërisë mund të hynin në një krizë të fortë dhe kjo krizë pastaj të reflektojë në gjithë ekonominë e vendit. Unë kam trajtuar këtë prej 12 vjetësh të paktën në blogun tim Urbanizëm dhe Demokraci, por edhe në shumë televizione ku më kanë thënë mbi këtë çështje. Shqetësimi im lindi shumë thjesht nga një intervistë të Peter Wallison në një televizion amerikan. Peter Wallison ishte në atë kohë kur bëhej kjo intervistë një nga anëtarët e Komisionit të Investigimit të Krizës Financiare të ngritur nga Kongresi në 2009. Pra Kongresi ngriti një komision ekspertës me pyetjen që kush e solli krizën e 2008. Peter nuk e nënshkroi raportin e gjithë komisionit, doli vetëm dhe votoi një libër me arsyet që ai mendonte se ishin më reale se sa ato të komisionit. Komisioni, ju e dini, nxori është përhapur në gjithë botën, është diskutuar. Jo vetëm në atë kohë, po vazhdon diskutohet që sipas këtij komisioni, sipas atij raporti, kriza e vitit 2008 erdhi për shkak të sigurisht të kredive të këqija, por kreditet e këqija ishin ndërtuar për shkak të gridit, për shkak se nuk kishte rregulla të qarta të qeverisë ndaj këtij tregu të bankar dhe veçanërisht të Wall Streetit. Pra duke mos pasur rregulla, këta njerëz kërkojnë të fitojnë gjithmonë më shumë, se kështu janë kapitalistët, edhe kjo e solli krizën. Kurse Peter Wallison thot një gjë krejtësisht tjetër. Po, thot ai, erdhi për shkak të hipotekave të këqija, në librin e tij, erdhi për shkak të kredive të këqija, por nëse shikojnë, thot ai, ose nëse ndërtojmë një grafik të kush I posedonte këto hipoteka të këqija në qershorin 2008, do na dali se 76% të këtyre kredive të këqija hipotekore ishin në atë që ai I quajnë librat e qeverisë dhe më së shumti në duart e dy agjensive të mëdha, Fannie Mae dhe Freddie Mac, të cilat janë kompani hipotekash të financuara nga qeveria. Pra ishte thelbi, shtysa ishte qeveria. Sepse këto dy kompani, por jo vetëm, në fakt edhe departamenti I bujqësisë në Shtetet e Bashkuara, ose si themi sot Ministria e Bujqësisë ka sjellë në Shqipëri ose në kuptimin shqiptar të gjës, kishte ose posedonte nga këto hipoteka të këqija. Por si lindën ato? Ato lindën me një arsyetim që në kuptimin shqiptar, ne që kemi kaluar socializmin, e kuptojmë, ose edhe në kuptimin europian që kanë dimensionet forta socialiste në qeverisjet e tyre, qeverisja në vitin 1992, me njëherë sapo zoti Clinton erdhi në pushtet, ndërmori një reform për atë që quhet strehimi social, politikat federale të strehimit social, të cilat synonin ta bënin strehimin sa më të përballueshëm për njerëzit. Dhe pse lindi kjo ide? Lindi sepse vetëm 64% mos gaboj unë, 64% të amerikanëve posedonin shtëpitë e tyre në vitin 92. Ishte një shifër shumë e ulët dhe këta donin ta ngrenin. Dhe arsyeja pse sipas tyre kjo shifër ishte vetëm 64%, në një kohë kur në 93 në Shqipëri kjo shifër ishte 97, 98%, pra 98% shqiptarëve e zotronin një banesë në Shqipëri, ndërkohë që në Amerikë vetëm 64. Bën kuptim, apo jo, është pozitive si ide. Rruga që ndoqën ishte ndoshta e gabuar, ishte e gabuar derisa solli krizën, por e kuptojmë tani, por mund ta kishim kuptuar edhe atëherë, ose ata mund ta kishin kuptuar. Dhe çfarë bën ata? Psovën një ligj të cilën e miratuan në Kongres, sipas të cilit 30% në 92-shin, 30% e hipotekave duhet të ishin për njerëzit me të ardhura nën mesatare të shtetit në të cilin ata ndodheshin.
Dhe kjo nuk ngeli me kaq, por në 96 kjo shkoi në 40%, pra 40% duhet ishin me të ardhurat ulta. Në 2008 kur ndodhi dhe kriza, kjo shifër ishte 56%, që është një shifër e madhe. Kjo ndodhi, Fannie Mae dhe Freddie Mac, dy agjenci të cilat financoheshin nga qeveria, filluan të blenin, ikën nga ajo mënyra e tyre të punuarit, pra blerjen e vetëm e hipotekave të cilësisë së parë, quajnë ata, ikën nga ato dhe shkuan të blenin hipoteka më të lira që të arrinin shifrën që i kishte vendosur Kongresi. Këto shifrat që thash unë, në fillim 30%, pastaj 40% dhe në fund 56% të ishin për blerës banesash nën mesataren e vendit të vet. Po si arritën këto dy kompani, ose si e synuan dhe arritën? Nëpërmjet dy instrumentave, duke ulur, si thuash, rezultatin e kredive, sepse dy janë mënyrat se si merret hipotekë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se si merret kredi për banesë, varet nga rezultati i kreditit që ai ka, kështu e quajnë ata, dhe matet me ato pika barazhin tyre që unë nuk i di, por kjo duhet ishte deri në 92-shin, duhet ishte 660. Dhe me një parapagim ose down payment që quajnë amerikanët prej 10%. Çfarë ndodhi në këto dy kompanitë e mëdha, këto dy agjencitë e mëdha, ndodhi që i ulën këto kërkesa shumë të rëndësishme. Për shembull, rezultatin e kreditit nga 660 e ulën në fillim 620, pastaj 580 dhe akoma më shumë. Nga ana tjetër edhe down payment ose pagesën e menjëhershme e ulën nga 10% që sikur se e tham që ishte në 5%, në 3% dhe në 0%. Pra lehtësuan kredin, sepse në thelb, duke ulur ti standardet, këto dy kompani ishin kompani të cilat vendosnin tregun e hipotekave. Bankat ishin ndërmjetëse. Nëse banka ka mundësi të shesi një produkt, sikurse ishin hipotekat tek këto dy kompani të mëdha, nuk kanë interes, i ulin patjetër kërkesat dhe kështu i ulin kërkesat edhe ato dhe çfarë ndodhi që çmimi u rit menjëherë. Ngjashmërisht, dhe ky është ngjashmëria e parë me Shqipërinë. Çmimi u rit mbi 10% çdo vit, po imagjinoni nga 92-shi në 2008, sa vite i bie, më shumë se sa, gati u trefishuan. Sepse ishte lehtë të merre kredi, ishte lehtë të blije një shtëpi, në këtë kuptim çmimi u rit. Dhe krahasimi i dytë me Shqipërinë është se këtë e prodhoi qeveria në rastin e Shtetit të Bashkuara për një qëllim shumë të mirë, sikurse është zgjerimi i bazës familjeve që posedojnë shtëpi, që shumë e mirë, por që i dështoi ata. Kurse në Shqipëri mungesë planifikimit, pra parja së bashku e gjithë çështjes dhe dhënie leje pa e saktë. Të dyja këto ngjajnë janë shumë të ndryshme, sepse në rastin e parë kemi një qasje social-demokrate, pra duhet që njerëzit të kenë shtëpi sa më shumë, dhe kjo është një qasje social e majtë, por social-demokrate. Në rastin e dytë kemi një qasje po të majtë, por fashiste, korporatiste, sepse këto leje nuk i jepen njerëzve. Këto leje ndërtimi i jepen ca njerëzve të tjerë, të veçantë, që bëjnë biznes dhe bëjnë para edhe në kurisë të njerëzve. Këto janë ngjashmëritë me krizën e 2008-s në Shqipëri dhe kështu më lindi në Shtetet e Bashkuara dhe kështu më lindi mua Afrika që pastaj u përforcua që e njëjta gjë ndodhi edhe në Shqipëri. Kjo është pak a shumë ajo që doja të ndaja unë me ju sot. Faleminderit, shifemi ne.